Fillimisht Kryeministër, si e vlerësoni aktivitetin e sotëm? Unë jam shumë i nderuar edhe i gëzuar që radhën për një Koqirllëk të kësaj konference, që ngadalë për sigurt po bëhet tradicionale, e ka Bashkia Islame e Kosovës, e cila ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm ndër dekada dhe pjesëmarrja gjithëpërfshirëse e udhëheqësve të komuniteteve të ndryshme fetare tregon në njërin anë për reputacionin e lartë që ka Bashkia Islame e Kosovës dhe në anën tjetër tregon gjithashtu edhe për organizimin e mirë të kësaj konference, e cila pas fjalëve hyrëse, ku unë pata nderin gjithashtu që t'ju drejtohem të pranishmëve, do të ketë panele në të cilët do të diskutohet virtyti hyjnor, pastaj domosdoshmëria e dialogut për kohezion social, e kështu me radhë, pra theksohen gjërat të cilët na bashkojnë, ndërkohë që dallimet i konsiderojmë pasuri e jo pengesa. Sa të rëndësishme janë këto për shoqërinë kosovare? Janë të rëndësishme për shoqërinë tonë, me qenë se jetojmë në një botë ku fatkeqësisht ka shumë informacione të pasakta dhe ku gazetaria hulumtuese është në një lloj krize dhe rrjedhimisht qytetarët tonë më shumë se kur më parë ballafaqohen me të pavërteta. Prandaj është domosdoshme që të takohemi bashkë, të flasim me njëri tjetrin, të jemi të sinqert, të jemi serioz dhe në këtë mënyrë edhe të afrohemi, edhe të bashkëpunojmë, por edhe të japim kontributin në përparimin e gjithëmbarshëm që s'duhet ta lë asnjëri mbrapa dhe me këtë rast unë falenderoj edhe Myftijun Naim Tërnava, i cili ka dhënë një kontribut të veçantë në mënyrë që e vërteta, sinqeriteti të jetë për herë i pranishëm dhe në këtë mënyrë çfarëdo errësire apo mjegulle të davaritet dhe me dritën e asaj që është për një mend të mund të ndriçojmë qytetarët për të mirën e përbashkët dhe interesin publik. Mendoni që duhet shtuar akoma mekanizma të tjerë që forcojnë ndërlidhjen mes shtetit dhe bashkive fetare? Besoj që shteti, Republika Demokratike në njërin anë, institucionet e sistemit, gjyqësori, legislativi dhe ekzekutivi si tri shtylla të pushtetit në shtet, do të duhej që gjithnjë më shumë të komunikojnë, të bashkëpunojnë me bashkësitë fetare në Kosovë, për shkak se ne e dim që çdo sukses kërkon besim. Besimi na mban pranë njëri tjetrit dhe bën që të bashkëpunojmë. E pa bashkëpunim nuk mund të kemi rezultatet të cilat i dëshirojmë. E në këtë kontekst do duhej që gjithmonë të gjejmë mënyra për t'i zgjeruar dhe forcuar urat ekzistuese, por pse jo edhe të mos shtojmë urat të tjera. Si e vlerësoni Kosovën në vend si shembull i tolerancës, saktësisht bashkëjetesës ndërfetare dhe si qëndron ajo në raport me vendet e rajonit? Nëse shikoni historinë e religioneve, aty ku ka pas jo tolerancë, aty ku nuk ka pasur mirëkuptim midis komuniteteve që shpeshherë kanë shkuar edhe në konflikte, aty theksohet shumë toleranca. Pra, toleranca theksohet karshi një intolerance të dikurshme. Unë jam për tolerancë, mirë po unë jam për më shumë se kaq, sepse vi nga populli ynë, i cili na ka mësuar që duhet të synojmë më lart e më shumë, dhe se kjo është e mundur. Konkretisht në Kosovë, po edhe të mbar kombi shqiptar, ne nuk kemi pas nevojë për tolerancë, sepse gjithmonë kemi pas bashkëjetesë. Toleranca ka një si thelb negativ. Kur dikush i thot dikujt, unë po të toleroj, kjo i bjen që mbase edhe ka arsye të mos e toleroj, po ja që po e toleron, e rrjedhimisht do duhej të kishte mirënjohje për këtë që po toleron. Ne nuk jemi në këtë rrafsh. Ne tolerojmë
sepse bashkëjetojmë. Dhe ne jemi për te tolerancës. Por toleranca gjithsesi është vlerë, por ne jemi të disa vlerë edhe më të larta, si bashkëveprimi, bashkëekzistenca, bashkërendimje, bashkëjetesa. Andaj Kosova, populli shqiptar, është shembull edhe për te rajonit ton. Kjo është një pikë ku unë besoj që të tjerët do të mund të mësojnë dhe inspirohen prej nesh. Kryeministra, shihni përpjekje për ta dëmtuar këtë harmoni dhe çfarë saktësisht duhet bërë shoqëria kosovare për ta ruajtur edhe më tej këtë harmoni? Ka nganjëherë përpjekje të tilla, nuk e di a janë shprehje e qëllimit të gabuar apo e gabimeve të paqëllimshme. Sido që tjetë, ne duhet të jemi të kujdesshëm, të shikojmë se kush po na e dëmton harmoninë tonë të brendshme dhe të përpiqemi të bashkëbisedojmë me ta, po natyrisht që ligji duhet të vlejë për gjithë njësoj. Ligji nuk duhet të jetë diçka që na ndan në ata që janë të pambrojtur prej atyre që janë të paprekshëm, por të na barazojnë në shoqëri. Dhe në këtë kuptim, unë jam optimist që përpjekjet e tilla, siç kanë dështuar në të kaluarën e po dështojnë në të tashmen, nuk kanë as ardhmëri. Jemi shumë të vetëdijshëm që mund të ketë burime të përpjekjeve për prishjen e harmonisë tonë fetare, edhe nga faktorë të jashtëm, dhe aty suqelësia e institucioneve tona nuk është vetëm shprehje e profesionalizmit ton dhe patriotizmit ton, por edhe e bashkëpunimit që kemi me bashkësitë fetare. Këtu natyrisht do ta veçoja Bashkësinë Islame të Kosovës, me cilën jemi në komunikim të rregullt për çfarëdo elementi apo orvatje në kundërshtim me dashamirësinë dhe traditën tonë të besimit.